Atëherë, do nisim nga Armina. Për ty, cili është grupi fitues e dashur Armina? Arbana, me thënë të drejtën, të dy grupet kishin punuar shumë mirë, po për mua grupi fitues është grupi Koçit. Okej, për ty është zonja nga qyteti. Për ty, Angel? Për mua është Përall nga e kaluara. Okej. Gocat zjodhën se cila nga një ta vështirësuan punën. Prandaj e bëm. Besoj, mirja bëni. Apo na dëgjojnë ata? Jo, akoma. Okej, jo, doja të më dëgjonin, se doja të bëj kompliment që të dy regjizorëve. Okej, prit atëherë. Nëse mundet, po. Të shkojmë tek ferma. Lutem mundsoni lidhje, ndërkohë që po shkon edhe grupi tjetër. Mund ta themi që njëra zgjodhe njëra tjetrën, po. Po, tani është vendimi i takon Me që ky bën filma. Po, me që se është knas, patjetër që do ta japi një vendim më profesional. Atëherë, më mundsoni lidhjen me fermën, i lutem? Duket se nuk kanë shkuar ata. Grupi, po vjen edhe grupi i Visit. Kanë mbaruar tani të dyja performancat dhe jemi në momenti final i vendimit, Bravo! Bravo! Më lejoni t'ju them njerë. Bravo, Indri. Më lejoni t'ju them se çfarë do të fitoj grupi fitues. Atëherë, me qenë se jemi në kuadër të filmave, grupi fitues do të mund të fitoj mundësinë për të parë një film brenda fermës. Opinionistët kanë votuar saktësisht Angel për një grup dhe Armina për grupin tjetër. Tani mbetet verdikti final që i takon Ermalit dhe ne jemi të gjithë sy e vesh. Ermal? Atëherë urimet gjithëve, na dhuruat disa emocione që nuk e mendoja që mund t'i merja në një reality si ky. Mund të them që Visi ka pas punë më të vështirë se Romiri, si regjizor, duke parë edhe nivelin e aktorëve, pavarësisht se Soni dhe Iliri ishin të shkëlqyer në interpretim. Faleminderit shumë. Edhe Dona. Yes. Faleminderit, Herman. Ndërsa grupi i Romirit, ashtu siç edhe u perceptua edhe nga publiku, mendoj që duhet jetë fituesi i kësaj sfide. Fiton grupi Romirit! Zonja nga qyteti, urime! Bravo, Juve! Bravo, Ishi të shkëlqyer. Ne një duar trokitje për grupin tjetër. Eduard Trokitje. Bravo. Sidomos Trokitje për grupin Nëse tjetër. së pranon Elvana gjatat e filmit tjetër, më kontakto. Okej, atëherë urime, do kalojmë nga një emocion në një tjetër.